Sipërmarrësit e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme kanë mundësinë e rritjes së kapaciteteve të tyre me anë të ndihmës financiare që ofron programi italo-shqiptar në vendin tonë. Synohet që me anë të këtij fondi prej 30.7 milion eurosh të krijohet ambient i favorshëm për lehtësimin e qasjes në kreditim, për të përmirësuar teknologjinë dhe për të rritur konkurrueshmërinë përmes inovacionit teknologjik dhe përmirësimit të standardeve të prodhimit. Programi është orientuar drejt sipërmarrjeve me impakt të lartë shoqëror dhe ekonomik në vend, duke mbështetur gratë sipërmarrëse, e cila është shumë e rëndësishme, projekte që hapin vende të reja pune, prodhimin e energjisë së pastër dhe bizneset që rikthehen nga emigracioni me ide dhe energji të reja për të investuar në Shqipëri. Ndërgjegjësimin dhe përgatitjen e kapitalit human, që për mua është edhe arma më e rëndësishme për çdo sipërmarrje private. Jashtë mas e rëndësishme që trekonshi i një kompanie me objektivat e qarta që kemi të bëjmë me teknologji, kapital human dhe politikat e duhura të zhvillimit ekonomik nga ana e qeverisë, të jenë të mbërthyera në një formë të tillë që të garantojnë sukses për çdo sipërmarrje shqiptare. Drejtoresha e programit theksoi se tashmë duhet të jepet më shumë përparësi sipërmarrjeve të vogla të mesme në qarqet e tjera të vendit, pasi siç tha ajo, Tirana është një metropol evropian. Ky program mbështet 3 komponentë të rëndësishëm: linjë kreditimi, fond garancie dhe asistencë teknike.